Kundër qytetarëve, dakor. Ky është mendimi jot, më dhe unë po ta them edhe një herë tjetër, nuk jam këtu të mbroj Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka mëkatet e veta. Partia Demokratike ka mëkatet e veta, Partia Socialiste ka mëkatet e veta, të gjithë kanë këta mëkatet e veta 30 e ca vite këtu, që nga 90 e tutje. Duhet them që unë nga fakti, që unë kam qenë kandidat dhe mua nuk ka guxuar njëri më të më presi rrugën. Dhe po ta them këtu, dhe kam thënë dhe në kryesi. Ore zotrim, më jepni mu zonën më të vështirë. Më jepni zonën më të vështirë. Me dinte që dikur edhe ti do shkoj tek ta. Jo, s'kam shkuar në unë jam këtu. Askund s'kam shkuar. Askund s'kam shkuar. Por unë jo kam thënë atyre, më jep një zonë ti mu, edhe sot po të dush, më jep një zonë ti mu dhe të bëj fushatën ty. Më mirë, dakor. Edhe s'ta pret kush rrugën, dilë më ta pret, edhe ti gjithë një diskutim i tim është ky. Në një vend, më çnëci do vend të botës, nëse një qeveri është e korruptuar, është e lidhur me krimin, duhet dikush të mbaj, të paktën të mbaj gjallë shpresën se diçka mund të ndryshojë. E tani Partia Demokratike në fakt të po bën ato protesta për të mbajtur gjallë një shpresë këtu gjërat mund të ndryshojnë. Por treguar që ka një alternativë, ka një opozitë. Faleminderit shumë Partisë Demokratike që po bën këtë punë. Se sa do ja arrisi, un kam dyshime shumë të mëdha, sepse këtu nuk funksionon më siç funksionon në vendet e tjera të botës. Këtu nuk është më partia që do thrasë qytetarët. Unë mendoj që këtu duhet gjetur një instrument tjetër. Duhet qytetarët të ngrihen dhe të thrasin partitë. Ti bashkojnë atyre. Ermal? Tani, në radhë parë, do të përshëndesja pak mbesën time që po më shikon live edhe nuk e ka zënë akoma gjumi, edhe e kisha si ndjesi se mua po më shikon, edhe të kaloj më pas tek zhvillimet politike. E përshëndesim edhe ne dhe kam patur një ankesë para ca kohë se po flisnim për luftën, se një prej të ftuarve u drejtua që të jemi të kujdesim se po na shohin dhe fëmijët, kështu që unë thash që fëmijët pas orës 9 duhet të jenë në gjuhë dhe jo të shohin në gjuhë, po tani më dërguan edhe një përshëndesim gjithë ata, nuk e di se sa ju shërben diskutimin në studio, por në fakt e pyeta tash pse s'ka fjetur, jo më tha. Por besoj që vëmendjen e ka për ty, jo për diskutimin. Shko, unë mendoj që situata politike në Shqipëri, duke qenë se morëm Hungarin dhe Viktor Orbanin, unë do të them diçka ndryshe. Ne nuk kemi një Viktor Orban, ne kemi 3. Kemi pasur Ilir Metën, i cili edhe pse është pas sekurave sot, bën akoma jetë si politikan, kemi Sali Berishën, i cili ka po të njëjtin mundësi, dhe kemi dhe Edi Ramën që ka po të njëjtin mundësi. Dhe këta, edhe kur kanë bërë rotacion, edhe pse në pamjet parë duket sikur bëjnë përplasje të forta, në fund të ditës ta bashkëpunojnë në heshti. Aristoteli dhe unë i drejtojmë filozofisë dhe sociologjisë e bët shumë e lodhshme ta interpretojë se çfarë ndodh në Shqipëri. Thoshte miqtë e vërtet, edhe ku nuk flasin, ndajnë të njëjtat fate dhe interesa, qoftë politik apo dhe ekonomik. Kjo është e njëjta panoramë, qoftë me Sali Berishën, qoftë me Edi Ramën, që ndajnë të njëjtin fat politik. Dhe kur them fat politik, unë mendoj që të dy këta individ nuk kanë kundërshtar njëri tjetrin, por kanë vetëm institucionin e SPAK-ut. Dhe ai është i vetmi instrument që këtyre mund t'ju cënojë pushtetin politik sot. Pra, shoqëria shqiptare është në këtë pikë sot për shkak të pushtetit dhe për shkak të marrëveshjeve që kanë bërë këta dy individ, cilët kanë pasur kontroll të centralizuar të gjithë pushtetit politik, ekonomik të Shqipërisë. Në këtë kontekst mendoj që e vetmja mundësi që ka shoqëria shqiptare sot, moralisht, sepse SPAK-u ka udhëzimet ligjore që duhet zbatoj, por moralisht, unë them që duhet të jenë kraj institucioneve drejtësisë. Situata, dhe unë këtu e them me bindje, situata është mjaft e errët, ka grupe kriminali që komandojnë deputet, ka grupe kriminali që emërojnë deputet, ka grupe kriminali që ndajnë interesa ekonomike me pushtetin e Edi Ramës, dhe nuk është kjo panoramë dhe nuk është kjo piktur kaq e bukur. Pra, Edi Rama për ndërtuar Shqipërinë mori muratorët e ferrit, dhe me muratorët e ferrit nuk ndërton dot parajs, do ndërtosh ferr. Ferr që po e përjetoj secili prej nesh sot në Shqipëri. Secili nga këndvështrimet e veta, por në fund të ditës po rëndojnë në xhepat tanë, sepse sa më shumë që vinë, tu shtohet korrupsioni, por korrupsioni është kryefjala për mos të sjellë një ekonomi të qëndrueshme, dhe ekonomia e qëndrueshme cënon secilin prej profesioneve tona. E kaq kisha për të thënë. Faik, nuk di nëse dëgjoj fjalinë e fundit të Ermalit, tha në çfarë lloji këndvështrimi e shohim ne, njëri më shumë e tjetri më pak, unë e shoh si moratorin e
Pra Edi Rama Thuaj më mirë veti, sepse nuk e kishte mendjen, prandaj atë hoqja vëmendjen në këtë rast. Po tha varet me këndvështrimin e gjithë secilit. Një shiko më shumë, një shiko më pak. Ti si e sheh? Ka sjell ferrin në tokë. Dhe nganjëherë është ferri në tokë? Këtu për Shqipërinë e ka rastin, a jo? Ferra po, ferrës mësoj. Tani, nganjëherë varet se shikon këndvështrim ndryshe, se se shef kush ndryshe. Varet se si është ushqen veta. Dhe zakonisht edhe doktorët kur bën vizitë thonë mos u ushqe veten me djesi që jam i smur, ndihem keq. Jepi pak vetet pozitivitet dhe i shef gjërat më ndryshe. Kështu që unë i them që ti shofi gjërat pak më shumë pozitivitet. Ta shkojnë korrupsionin me ngjyra. Kemi nevojë për iluzionist me. Sot se si humori të ftuarve që nga Po shiko, po ne unë ta që ka thash. shumë lart. Unë ja thash në fillim Po bëj si kompliment, që kur të katërve. doli doktori dhe bëri batuta dhe po qeshte edhe me protestën, unë e pash që gjërat nuk ishin kaq serioze dhe tash edhe ne për sa kohë dhe fëmijët po na shikojnë, se edhe neve po na shikojnë fëmijëve të gjithë me që ra kjo. Edhe u tha, po e themi edhe ne. Për sa kohë tash duhet të themi që nuk është kaq e zezë. Thjesht pak meze. Duhet për interesa personale mund ta paraqesin, nuk kam për këtu, po edhe forcat politike, duan ta paraqesin situatën e zezë. Tash këtu flitet për korrupsion natë ditë në vend, opozita këtë punë ka. Po qeveria ka bërë Ministria Antikorrupsioni, pse ka bërë? Sepse edhe ajo e kupton që ka korrupsion. Shiko, po institucionet jo. Në Brazil ka Ministri i Futbollit, se ka futbollistët. Domethënë ti këtu kemi Ministri i Korrupsionit, sepse kemi dilën në konkluzion që me që ka institucione që luftojnë korrupsionin, pas ka korrupsion. Po pse kanë një vend nevojë për Ministri Antikorrupsioni? Del nga senator, nga presidenti, nuk del konkluzion se fenomenet luftohen. Shiko, unë nuk thashë në Shqipëri nuk ka korrupsion. Pse i duhet një vend Ministri Korrupsioni? Pse i duhet kështu pra? Po e thot Spaku Faji, po e thot Pesdejt, senatorët, po e thot gjitha, po e thot rrugët që po flasin vetë, që po në lën rrugëve. Unë mendove ti që unë thash në Shqipëri nuk ka patur kur korrupsion, nuk ka korrupsion? Por ne, ti nuk mund të, domethënë ti e thu si dush, por unë mendoj që ne nuk mund të themi që ferri mbi tokë ka rënë Shqipëri. Se nuk është kjo. Si ka mundësi mas 13 vjet qeverisje të ndërtosh Ministri Antikorrupsioni metaforike dhe ferri nën kuptonte njerëz me precedent penal që kanë marrë pushtet politik. Tani unë mendoj se flas se unë nuk thash erdhi ferri në Shqipëri, se unë e dua shumë të vend, edhe se dua shumë edhe flas. Ndërkohë për se shumë mirë jam, unë shikoj punët e mia, por se e dua dhe flas. Për te edhe metaforë se përdor vetëm ndjes, ju lutem. Kam kolegen Sara Demushi, cila mendoj që mund të jetë për pak sekonda gati, regjia më ndihmoni apo jo? Dakord. Me sa kuptoj, Sara ndodhet në komisariatin numër 1 dhe për pak sekonda do na përgjithësoj pak se si është situata aty, sepse besoj keni ndjekur dhe këtë, duke qenë se jemi dhe në sekondat, minutat e fundit, ta zhvendosim pak vëmendjen dhe tek protesta. Unë e kuptoj që jemi duke folur për situatën e protestës, për pasojat që e thonë protestën, çfarë mungoj dhe çfarë jo, duke shkuar dhe në detajet e tjera. Më shumë flasin në këtu në studio për problematika se sa flet opozita me fjalimet e saj. Kështu që ju keni një farë të drejtë. Unë nuk thash këtë. Domthon ne mirë çncika se çfarë theti, çncika se çfarë kupton. Unë kur të referohem ju po flas për gjithë atë çfarë ne diskutojmë. Piktori francez Eni Matisse thonë ka gjithmonë lule për ata që duan t'i shohin. Dhe si duket po shumë mirë. Kam ide, shkojmë te komisariati numër 1 ndërkohë, sa ta shqetësojmë situatën mes nesh. Shkojmë pak te komisariati numër 1. Ku kemi te komisariati numër 1 regjia mund ndihmoni pak. Kam një pasion të madh për parë vërtetën. Ju lutem me dëgjojmë pak. Jo vetëm qytetarët, por edhe ligjvënësit, deputetët, zyrtarët e Partisë Demokratike, a do të vijohet kështu me protestat e tjera kombëtare apo do të ketë opozita një strategji? Unë mendoj që qeveria është në fuqinë e panikut dhe po përpiqet ta çojë vendin me dhunë drejt normalitetit. Normaliteti kuptohet në thonjë. Nuk e di sa për jush ka një njohuri historike, po dikur në vitet 48 ka qenë një famkeq, Toger Baba, që ka qenë një kriminal në vepronte në verish Shqipërisë. Sot Skënder Hitaj, mund quhet Skënder Baba, i cili ka marrë detyrën e drejtorit policisë pas certifikimit të zgjedhjeve në qarkun e Firit nga OSB Odiri, ku citohet
policia për dhunë ndaj dhe presion ndaj votuesve shqiptar. Ky tashmë është promovuar në rangun e drejtorit të policisë dhe sot pati rastin të demonstroj besnikëri politike kryeministrit dikus në një vend të Europës ku gjendet sot për një mbledhje të rrallës, për të thënë që rri pa merak sepse ushtrojnë dhunë dhe terror mbi opozitën. Jemi në një gjendje paradoksale, nuk është fakti që po dhunohen vetëm deputetët e opozitës, megjithëse deputetët janë njerëz si tjerë dhe tjerë duhet të jenë po të mbrojtur sa deputetët, por deputeti është përfaqësues dhe është shenjtëri